Ndarja e mirënjohjeve kombëtare dhe pensioneve të përhershme nga ana e qeverisë për 22 sportistët Maqedonas dhe asnjë sportisti shqiptar ka ngritur debat në skenën politike, ndonse nuk ishte prezente gjatë ceremonisë. Zëvendës ministrja e sportit Safie Sadiku Shahini përmes një shkrimi në Facebook ka zbuluar sportistët shqiptar që i gëzojnë beneficionet që ua mundëson ligji. Shaban Tërstena, një legjende gjallë e sportit shqiptar i dekoruar si sportisti i shekullit, Shaban Sejdiu, ikonë e mundjes, Aziz Aliu, medalje olimpike bronz, Berat Jakupi, kampion i njohur, i dekoruar në kategorinë botërore, Lulzim Vranesi, i dekoruar në kategorinë 8 shtatori, Fatih Veseli, i nderuar në kategorinë ndërkombëtare, Arjan Iseni, i dekoruar për arritje në arenën ndërkombëtare. Recep Hajdari, sportisti dekoruar në kategorinë ndërkombëtare, Drita Islami, sportiste e suksesshme dekoruar në kategorinë ndërkombëtare, Recep Recepovski, bokser, medalje argjend, Ragmi Arifovski, medalje art kampionat botëror. Me kundërreagim të menjëhershëm ndaj zëvendës ministre Safie Sadiku doli Berat Jakupi, i cili ka përgënjeshtruar dhe ka thënë se ai personalisht nuk është përfitues i asnjë pensioni sportiv. Përkundrazi, Jakupi ka akuzuar se mundi i tij është nënvlerësuar sistematikisht ndër vite. Dua të sqaroj me përgjegjësi të plotë se kjo nuk është e vërtetë. Unë nuk jam përfituesi asnjë lloj pensioni sportiv. Pavarësisht se për vite me radhë kam përfaqësuar me dinjitet mashininë e Verut në arenën ndërkombëtare, duke fituar medalje në kampionate evropiane dhe botërore në karate. Për fat të keq, kontributi im si sportist është neglizhuar sistematikisht nga institucionet shtetërore, gjë që përbën një padrejtësi të madhe jo vetëm për mua personalisht, por për të gjithë sportistët shqiptar. Për mungesën e shqiptarëve të dekoruar me mirënjohje kombëtare dhe pension të përhershëm ka reaguar edhe Aleanca për shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, nga ku thonë se asnjë sportist shqiptar nuk u përfshi në listë pavarësisht kontributit të tyre në sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Ky veprim nxjerr në pa edhe njëherë arrogancën dhe analfobin ndaj sportistëve shqiptar, edhe në sporte si boksi, karateja, skijimi dhe futbolli. Shqiptarët kanë shkëlqyer dhe kanë qenë pjesë kyçe përfaqësuesës së mashinisë. A nuk mjafton kjo mospërfillje edhe në fushën e sportit, si dëshmi për diskriminim etnik? Një ditë më parë, kryeministri dhe ministri i sportit ndanë 22 mirënjohje kombëtare dhe u ofruan edhe shumë beneficione tjera, si pensioni përhershëm sportistëve, që sipas tyre, me sukseset e arritura në skenën ndërkombëtare, kanë ngritur lart flamurin, himnin dhe identitetin Maqedonas, e në mesin e 22 të dekoruarve nuk kishte asnjë shqiptar.